Ka nisur faza e dytë e programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve, i cili synon rritjen e kapaciteteve të mësuesve në vend, në lëndët e gjuhës shqipe, matematikës, shkencës së natyrës, si dhe mësuesve të arsimit fillor në përgatitjen në testimet ndërkombëtare. Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu theksoi rëndësinë që ka ky program në përgatitjen e mësuesve sipas standardeve bashkëkohore të mësimdhënies dhe në përmbushjen e objektivave strategjike të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Vitin 2025 janë rreth 20.000 mësuesit të cilët do të përfitojnë trajnimet falas në universitetet tona publike, falë marrëveshjeve që ne kemi bërë me 7 universitete publike. Janë më shumë se 180 pedagogët e angazhuar në trajnimin e mësuesve. Një fokus i rëndësishëm jepet programeve të teknologjisë dhe informacionit. Ne kemi bërë të mundur që të gjitha këto trajnimet jenë të njohura me kreditet specifike në mënyrë që të përfshihen te dosja personale e digjitale e mësuesit edhe në sistemin SMIP dhe ju të ndihmoj për sa i përket përfitimeve që vijnë për sa i përket shkallës së kualifikimit. Trajnimet po realizohen nga pedagogët e universiteteve publike. Vetëm gjatë vitit 2024 u trajnuan mbi 13.000 mësues në modulin e parë dhe rreth 6.000 mësues për modulin e dytë. Programi kombëtar i zhvillimit profesional është një nismë e ndërmarrë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar, institucionet vendore dhe 7 universitete publike të vendit.